I përmendet emri Luiz Eili, reagimi i Arbana Osmani që surprizon të gjithë. Arbana Osmani ka tërhequr vëmendje të madhe pas një momenti spontan gjatë bisedës, ku përmend emri një prej artistëve më të komentuar dhe më të dashur për publikun shqiptar, Luiz Eili. E ftuara e radhës në këtë episod ishte këngëtarja Samantha Caravella, e cila ndau me publikun kujtime nga rrugtimi i saj në muzikë, duke folur për sfidat, suksese dhe fillimet e karrierës. Gjatë intervistës, biseda u ndal edhe te periudha kur ajo mori pjesë në spektaklin e njohur Ethet e së premtes mbrëma, një format që në atë kohë nxori në pas shumë artistë të rinj. Në mes të këtij rrëfimi, Arbana ndërhyri me një pyetje të thjeshtë, duke dashur të dijë se me cilin artist kishte konkuruar Samantha në atë spektakël. Përgjigja erdhi menjëherë. Samantha tregoi se kishte qenë në të njëjtin kompeticion me Luiz Eilin. Ky detaj duket se surprizoi moderatoren, e cila reagoi spontanisht dhe me humor. Me një buzëqeshje, Arbana Osmani e quajti Luizin mbret, duke theksuar me tonë miqësore faktin që Samantha kishte qenë pjesë të njëjtit spektakël me të. Ky moment u bë një nga pjesët më të komentueshme të episodit, pasi riktheu në vëmendje emrin e artistit dhe rrugtimin e tij në televizion dhe muzikë. Prej kohësh, Luiz Eili konsiderohet nga shumë kush jo vetëm si një këngëtar i talentuar, por edhe si një strateg i fortë në çdo spektakël ku merr pjesë. Aftësia e tij për të kuptuar lojën, për të menaxhuar situatat dhe për të mbajtur publikun të lidhur me historinë e tij e kanë bërë një figurë shumë të veçantë në ekran. Karizma, mënyra e komunikimit dhe intuita për të lexuar situatat janë elemente që e kanë veçuar gjithmonë. Për këtë arsye, çdo projekt apo spektakël ku ai shfaqet arrin të marrë vëmendje të madhe dhe të krijojë diskutime të shumta në publik. Edhe në këtë rast, vetëm përmendja e emrit të tij në një bisedë të thjeshtë mjaftoi për të rikujtuar ndikimin dhe peshën që Luiz Eili vazhdon të ketë në skenën dhe televizionin shqiptar.